Këmbgul të kjo, si përgjigjeni ju akuzave, për shembull Lefter Maliqi ka bërë një akuzë shumë të rëndë, do na vodhën votat. Se kam dëgjuar. Çka ka thënë? Jo, e ka bërë mbrëmje mos e ka bëj. Se është e rëndë kjo. Ata e thonë çdo palëzjedhje. Po e thon palëzjedhje tani mos ta thon ato. S'është më e rëndë, sepse kur ti e thua çdo palëzjedhje dhe asnjëherë nuk vërtetohet dhe ajo përsëritet, po të bëj një pyetje unë. A ka mundësi, lutem Roland, shif pak. A ka mundësi jo duhet të nxirja këtë deklaratë? A ka mundësi, po s'ka nevojë se thelbi aty ajo është, kam vjetë zgjedhje. A ka mundësi të ndodhi që ore mbase këta nuk i duan njerëzit? Se mirë një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë. Po mund të ketë ndonjë probabilitet që në fakt ta nuk e kanë pëlqyeshmërinë e njerëzve. Atëherë i bie që ju keni fituar se Partia Demokratike është në këtë situatë? Një fitore ka shumë arsye. Asnjëherë një fitore nuk arrihet vetëm për shkak të një faktori. Dhe unë besoj që fushata e Partisë Socialiste, mesazhi pozitiv i Partisë Socialiste, drejtimi që kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste i bëri fushatës, prekja e territorit nga kryetari i Partisë Socialiste, Berat ka qenë 2 herë për kësaj radhe ne bëm një veçori që u prekën të gjitha bashkit. Vati dhe Skrapar. Ishte Skrapar, Poliçan. Disa vitesh, ë? Po, Skrapar, Poliçan, Kuçov, Dimal, Berat. Tempi i fushatës ka qenë shumë i lartë. Mesazhet kanë qenë pozitive, integrimi në Bashkimin Evropian patjetër ka qenë një mesazh që gjente sidomos le themi reflektim të një pjesë e mirë e votuesve, jo të gjithë, jemi të qartë sepse ti duhet ta segmentosh pastaj në një lloj mënyre retorikën se si ne e bëjmë fushatën në terren, por ajo çfarë solli fushata e Partisë Socialiste ishte një, le themi, një dritë shpresje për shumë njerëz për atë çfarë ne presim gjatë 4 viteve që vijnë. Ndërkohë zymëcia që ne kishim përballë, që ata njërë 2 ditë këtë punë bëni, jo ku ta di unë, ky po bën këtë, ai po bën atë. Pas ka qenë aq vaj fushata, pas ka pasur nga këto. Jo, në Facebook i kanë bërë. Po, në Facebook, jo në terren. Jo në terren. Nuk e di unë çka kanë bërë terren ata, se ata s'kan bërë takime në terren. Si s'kan bërë takime në terren? Unë nuk kam parë asnjë aktivitet politik. Do të thënë edhe një herë. Për shembull, ju keni vajtur një fshat të Beratit, po them unë Lapardha, po e fuskon. Apo dhe një fshat tjetër. Ju në atë kohë nuk keni parë asnjë aktivitet paralelisht? Unë të këshilloj një gjë. Po? Fatmirësisht politika sot shumë transparente, sepse ne vetë politikanët kemi rënë pre e dëshirës që çdo aktivitet që bëjmë, sidomos kur janë të mirë, ta pasqyrojmë. Merrni analizoni fushatën, sepse s'ka nevojë të flas unë, sepse unë nuk e ndjek ata nga mbrapa. Por stafi kur patjetër që bëjnë që ne ndjekim dhe rrjetet sociale sepse pjesë e fushatës tani është dhe fushata po e quajmë virtuale. Dhe nga raportet që u merja gjatë gjithë kohës nuk shifeshe asnjë takim, përveç takimeve hapse dhe mbyllse që ata bën me ardhin edhe të drejtuesve të tyre politik. Ata nuk kanë bërë asnjë takim në një lagje të hapur që mund të kenë qenë më shumë se 40 veta. Ata kanë bërë takime lokale, ku ta di unë, lokale fshatit, vogla etj. Më bëri shumë përshtypje pritja e Edi Ramës në Çorovod. Do të ishte më shumë se sa e mendoja që mund ta prisin. Ç'është ndodhi? Ishin shumë më tepër nga ti ç'ke parë. Ne na ka ndodhur një gjë atë ditë, njerëzit nuk e kanë kuptuar nga ekrani. Ilir Meta, ish presidenti i kryeministit, tha që ishin të ardhur. Bëri një status aty. Ja dëgjoj. Po? Po jam dëshmitar okular i atij organizimi. Aktiviteti ishte planifikuar të bëheshe në shesh. Po Rashi. Dhe ne u zhvendosëm te kinemaja. Te Pallati Kulturës. U zhvendosëm te Pallati Kulturës, i cili nuk është mbushur ndonjëherë me atë çfarë më thanë qytetarët e Skraparit. Për të mbushur është mbushur, po kishte edhe jashtë. Kjo ndoshta ishte. Dakor, tu do dal pra. Jo, nuk është mbushur, se aty nuk mbushën vendet. Aty ishin të gjithë në këmbë. Domethënë nuk ishte problemi që ti ke 500 karige dhe ishin 500 veta. Ti brenda Pallatit Kulturës, ke pasur edhe në korridorin Yrs, se edhe në 2 herë tanash. Te holli. Ka qenë i gjithë i mbushur dhe ne na kanë ngelur fatkeqësisht që ne u ndjem shumë keq, edhe i kërkuam ndjes edhe gjithë mbështetësit e Partisë Socialiste dhe ne mund të kemi pasur jashtë diku te 800 deri në 1000 persona. Po pse erdhën ata? Çfarë u shtyuan? Se ata ishin banorë të Çorovod, ishin edhe të fshatrave, besoj. Jo, patjetër. Domethënë, kur flasim Çorovod, flasim bashkë me fshatrat. Ai ishte takimi po e quajmë takimi
përmbyllës ose hapës me të dyja bashkë, se një takim u bë në Skrapar për gjithë mbështetësit e Partisë Socialiste nga çdo fshat. Kështu që ti kishe banor të gjithë territorit. Ata erdhën për një mesazh, me thënë drejtën, që mua më bën shumë mirë që ne kemi arritur ta kthejmë këtë gjën pozitive. Ata patjetër ishin aty për Edi Ramën, patjetër ishin aty për mesazhet e fushatës, patjetër ishin aty si dëshmi e një atmosfere pozitive që është krijuar tashmë në Çorovod, se dhe ti se besoja atë rezultatin. Edhe shumë të tjerë, edhe në Çorovod se besonin rezultatin. Jo, unë e besoja sepse dhe kishin disa elemente në avantazh. Dhe tjetra pse ishin aty dhe unë duhet ta them këtë gjë, sepse kjo është përgjegjësia jon tani. Po. Është rruga Berat-Skrapar. Tani më dole këtu se herën e parë ne e fokusuam të rruga. Zoti Rama tha për rrugën Berat-Çorovod, po nuk e kuptova si nuk e tha qartë atë Berat-Përmet, Berat-Korçë, Berat-Gramsh. Këto si tha qartë. Tani ne nuk po bënim prezantim teknik të. Jo, po duhet i thosh ai ato, pse? Ato Rama, atëre, kryeministri Rama e ka deklaruar edhe kur ka bër le të themi pasqyrimin e programit që ne kishim për fushatën 2025, e ka përmendur. Po, kur bëri ato projektet. Patjetër. Po. Dhe mua më vjen shumë mirë që ne jemi shumë afër kësaj dite të madhe për gjithë qarkun. Që unë shpresoj fort që në 2026 ne ta fillojmë atë që e hënë drejt gjithëve, sidomos banorëve lart. Dhe ju e dini shumë mirë se sa e vlerësoni ata atë rrugë. Do të thënë, jo thjesht rrugën Berat-Çorovod thoni ju. Po ato do bëhen gjitha akset, sepse rruga në vetvete merr valencë, merr vlerën nëse ti bën lidhjet. Do të thënë, ju e konfirmoni këtë Berat-Çorovod rikonstruksion. Jo rikonstruksion. Po çfarë? Trasë e re. Rrugë e re, po, rrugë e re. Çorovod përmet 3 urat. Është lidhja potom Vidkuq, që do bëhet pjesa dhe Çorovod-Gramsh. Po. Tani, këto nuk do të fillojnë gjitha në një ditë. Kur fillon Berat-Çorovod? Ne shpresojmë fillojmë aksin më të gjatë, që është Berat-Çorovod në 26-ën. Dhe këto janë projekte të cilat do të lidhen dhe teorikisht do mbarojnë jetën kohë. Këto nuk janë projekte që mbarojnë për 6 muaj, se duhet kuptoni që ato janë rrugë të cilat Jo, ju i shpjeguat herën tjetër. Ajo çfarë është e rëndësishme është perspektiva e qartë që ne tashmë kemi për mënyrën se si duhet mua sikur ndihmojnë Beratin shumë këtë rrugë. Do të thonë Çorodin po Beratin e ndihmojnë shumë. Unë mendoj që ato ndihmojnë gjithë qarkun. Jo Berat. Ato ndihmojnë, unë e di ju e keni vështirë ta besoni, po ato ndihmojnë edhe Kuçovën, edhe Dimalin. Po Kuçovën dhe Dimalin pse? Ja ta them unë pse. Si kjo goda. Kur kjo mbushet, kjo fillon dhe derdhet. Berati po arrin një numër të jashtëzakonshëm vizitorësh. Ke fjalën për turizëm. Dhe ne na duket qarku i madh, po u bën rrugët, qarku është shumë i vogël në sipërfaqe. Dhe ti do kesh një lëvizje të jashtëzakonshme sepse aty ka shumë çdo bashki ka gjëra, domethënë fati jo dhe kjo është Shqipëria. Në fakt nuk është Berati vetëm i bukur, por Skrapari është shumë i bukur, Kuçova ka pikat e veta, Dimali, domethënë ne në çdo zonë që jemi, ne kemi gjëra për treguar. Mund të jetë natyra, mund të jenë produktet, mund të jenë, ku ta diun, kulinaria. Tani më fal, te kjo pjesë, si funksionuan kryetarët e bashkive në këtë drejtim? I Kuçovës, i Dimalit, të fushatës, i Kuçovës, i Dimalit, i Çorovodës, i Poliçanit, sepse ju besoj ata, jo i keni angazhuar, po i keni pjesë edhe të projekteve. Unë kam qenë vetë kryetar bashkie dhe di shumë mirë rolin që ka një kryetar bashkie. Po tani që si e kryetar bashkie, si punojnë në vendin tënd? Kush punon për drejtimin e Beratit? Është siç parashikimit ligji, është kryetari i komanduar e tjerë, nuk diskutohet. Por unë kisha shumë pak kohë që kisha i larguar nga bashkia, se para 6 javësh kam ikur, 7 javësh, se mbaj mend tani. Por roli i kryetarëve të bashkisë është shumë i rëndësishëm në një fushatë. Për një arsye shumë thjeshtë, se unë ta thash edhe më parë. Fushatat, edhe ato kombëtare, në fund janë shumë lokaliste. Politika është vendore, thoshte Tip O'Neill, kryetari i Kongresit Amerikan. Politika është vendore. Kështu që ne patjetër na merr kjo vorbulla e madhe, por kur shkon tek ai fshati i thellë, kur shkon tek ai fshati i thellë atje, mesazhi duhet të jetë për atë hall që ai ka. Dhe këtu kanë ndihmuar kryetarët? Kryetarët janë krucial te kjo gjë. Është shumë e rëndësishme, sepse patjetër, sepse
E para kuptohet që çdo kryetar bashkie për definicion është njeri politik, edhe nga pikpamja e hierarkisë, edhe nga pikpamja e hierarkisë politike janë njerëz shumë. Do të veçosh një nga këta katër? Apo të katër njësoj punuan? Shiko, nuk janë të pesë gishtat e dorës të barabartë, por